Universiteti i Shkodrës po zgjeron angazhimin në fushën e kërkimit shkencor duke rritur numrin e projekteve. Rektoria e Universitetit të Shkodrës Blerta Dragusha bën më dije se gjatë vitit të parë universiteti ka financuar 9 projekte të kërkimit shkencor, ndërsa së fundmi janë miratuar nga Akshi edhe 3 projekte të tjera. Siç e kemi theksuar dhe më përpara, ky ka qenë viti i parë në fakt që Universiteti i Shkodrës ka financuar 9 projekte të kërkimit shkencor me fondet e veta, ndërkohë që aktualisht në qershor janë miratuar nga Akshi edhe 3 projekte të kërkimit shkencor nga pedagog të Universitetit të Shkodrës, dhe ajo çka është shumë e bukur do thoja është fakti që janë projekte në të cilat janë të angazhuar pedagog nga të gjitha fakultetet e Universitetit të Shkodrës. Diçka tjetër pozitive është fakti që është rrit gama e aplikimeve në projekte, pra nëse para disa viteve kemi qenë të fokusuar vetëm në projektet Erasmus, tashmë ka një gamë të zgjeruar projektesh në të cilat aplikon universiteti jon, janë projekte IPA, janë projekte Erasmus, janë projektet Akshit. Një tjetër fokus i Universitetit të Shkodrës janë projektet për diploma të përbashkëta me universitetet të huaja. Rektoria Dragusha tregon se po punohet për një diplomë të përbashkët me Universitetin e Salentës në Itali, një program që pritet të sjellë edhe student ndërkombëtar në Shkodër. Po punojmë gjithashtu edhe për projekte të reja që kanë të bëjnë me diplomat e përbashkëta. Si vjet do të fillojmë një diplomë të përbashkët me Universitetin e Salentës, pra dhe aty parashikojmë të kemi student ndërkombëtar, ndërkohë që për vitin e ardhshëm kemi objektiv punën në 2 programe të tjera diploma të përbashkëta. Ky bashkëpunim synon të rrisë ndërkombëtarizimin e Universitetit të Shkodrës dhe të krijojë mundësi të reja për studentët dhe stafin akademik.